Elvona, gjatë periudhës derisa i kënë gjithë ta themi këto shkallët për me qenë sot këto ku je. Shpesh ke hasë edhe në njerë që jo çdo herë kanë qenë empatik me ty, ose bashkë ndjenë me ty, ose kanë kuptu dhe mirë kuptu e bashkëpunu e të tjera. Tash që jenë në këtë pozitë dhe kur shen njerëz të tillë që ka nevojë, cili është ai relacionet, a e qet veten në kohën kur s'ka ndihmu ty dikush? Po patjetër, sidomos unë jam përballë shumë me paragjykime në fillimet e mia të mandatit si ambasadore në ardhje në këtë pozitë. Madje jam paragjykuar, kam thënë shpesh herë, prej spektrit politik të Kosovës, prej të cilëve ne presim të na mbështesin edhe të na mbrojnë. Domethënë, kjo ka qenë ndoshta dhimbja më e madhe, sepse asnjëherë nuk jam paragjykuar prej njerëzve të thjeshtë ose prej mediave, përkundrazi i kom pas shumë afër vetës, po prej nivelit më të lartë prej cilëve unë më shumë t'i kom prit mbështetje edhe bashkëpunim. Dhe gjatë rrugës, kur e kom pas atë luftën e madhe verbale me ta për t'i bindë që situata ime shëndetësore s'ka fare të bëj me misionin tim diplomatik, do t'jem njëjtë sikur të gjitha ambasadoret e tjera, e kom kuptu se sa e rëndësishme është ju qëndrosh afër njerëzve të cilët kanë nevojë për ndihmë dhe janë të rinë pozicione caktuara. Prej krejt përvojës time, natyrisht që tash jam shumë empatike dhe ndoshta jam personi i parë kur dëgjoj për dikë që ka nevojë për ndihmë të shkoj edhe të ndihmoj. Shpesh herë kom ndihmu njerëz që fare si njoh as fare s'më njohin edhe nuk e din ndoshta që ajo ndihmë ju ka ardhur në mënyrë indirekte prej meje. Po kjo mund ka bëu njeriu më të lumtur në botë, sepse ka njerë edhe po dëgjoj që për shkak të vështirësive të ndryshme që njerëzit i kanë pas në jetë, janë bërë edhe më të tërhequr dhe fare empatik. Janë atë shumë të zhgënjur, sa që kjo për mua është traum. Do me thënë qofse ti ke kalu në periudat vështira, duhesh mirë ta kuptosh tjetrin. Ju të bëhesh i ftohtë tash edhe të tërhiqesh komplet dhe mos me të bëu përshtypje se si po ndihet tjetri, mënyrën se si ja thua fjalët, e lëndon ose jo, unë jam totalisht kundër kësaj. Mendoj që edhe si popull, siç e tha Antigona, jemi karakterizuar prej humanizmit edhe duhet ta ruajmë këtë pavarësisht në për çfarë situata të ndryshme kalojmë. Personalisht, çdo ditë më shumë po m'duket që po bëhem më e ndjeshme dhe më e afërt karshi këtyre kategorive cilat mund të kenë nevojë për ndihmë, pavarësisht faktit që shpeshherë mund të konsiderohemi edhe të fortë për shkak se i kemi të i kalu ndoshta barierat më të rënda, mirë po besoni që ata njerëz që kalojnë bariera ndoshta të pamundura për të i kalu, sa i sheni që janë të fortë në ekran, po aq janë edhe të ndjeshëm brenda.